A kanon gjithë? Apo ndëgjuat mirë? A jeni të gatshëm me fillu? Ju lutem për vëmendje gjithë. Se vidin e konferencën e paralajmëruar për sot në ora 14:30 dhe ju falenderoj që gjithë përfaqësuarët tuaj. Policia e Kosovës kompletit Drejtoria për Hetimjen e Trafikimit të Narkotik në funksion të realizimit të objektivave dhe aktiviteteve të paraqara me strategjinë kombëtare kundër drogave dhe legalizacionit në fuqi ka realizuar operacione të suksesshme në parandalimin dhe luftimin e trafikimit me narkotik. Ju njoftojmë që vetëm në 3 raste të ndara gjatë kësaj jave, njësitët e antidrogës së Policisë Kosovës kanë përfiskuar 151 kg e 434 gram substancë narkotike të llojit marijuana dhe dëshmi tjera që ndërlidhen me këto aktivitetet e kundërshishme. Pra në luftën kundër trafikimit të drogës, Policia e Kosovës gjatë kësaj jave ka arrestuar 34 persona të dyshuar, ka konfiskuar mbi 160 kg substanca të dyshuar narkotike, para të gatshme, armë, automjete, transportuese dhe pajisje të tjera. Për informacione dhe detaje tjera të këtyre operacioneve, dhe mua është të gërba në hyrë nga Drejtoria për trafikimin me narkotikë në Policinë e Kosovës. Përveç rastit të publikuar në 23, në që rast janë konfiskuar 62 kg e 465 gram substancë narkotike të llojit marijuana, dje, Drejtoria për Hetimin e Trafikimit me Narkotik ka zhvilluar 2 operacione të tjera. Operacioni i parë është zhvilluar para dite, me rast Njësia për Hetimin e Trafikimit me Narkotik në kuadër të Drejtorisë së Përgjithshme për Hetimin e Trafikimit me Narkotik nga rajoni i Gjilanit dhe nga rajoni i Prishtinës kanë zhvilluar një operacion në Prishtinë. Gjatë këtij operacioni janë konfiskuar 57 kg e 69 gram substancë narkotike të llojit marijuana dhe është arrestuar një person. Gjatë këtij operacioni është kontrolluar një shtëpi dhe në atë shtëpi është gjetur substanca të cilën e përmendëm. Po ashtu, në orët e pasdites, rreth orës 18, në ndyshimin e bazuar për trafikim të substancave narkotike në nivel ndërkombëtar, në Merdare, në pikë kalimin kufitar Kosovë-Serbi, është ndaluar një automjet transportues. Dyshohet se në grupet e organizuara kriminale të ndërlidhura Kosovë-Serbi kanë pas për qëllim që automjetin transportues ta dërgojnë deri në pikën kufitare dhe nga të grupet kriminale të Serbisë ta marrin ato automjet dhe ta përcjellin në vendet e Bashkimit Evropian. Gjatë kontrollit të këtij automjeti transportues janë gjetur 31 kg e 600 gram substancë narkotike të llojit marijuana dhe është arrestuar një person. Po ashtu, në vazhdim të këtij operacioni janë pasnisur edhe 3 lokacione të tjera, në që rast është arrestuar një person i dyshuar, 2 persona janë vënë në kërkim dhe janë konfiskuar 3 orë revole, një automjet transportues, 3 vetura, 19.000 euro para të gatshme dhe 79 fishek. Gjatë periudhës 3 mujore të këtij vitit, kujdes të shtuar i kemi shtuar rasteve me bashkëpunim ndërkombëtar, bashkëpunimet ndërkombëtar dhe po ashtu përveç bashkëpunimit ndërkombëtar edhe rasteve të nivelit drogor. Për këtë arsye kemi për 122% më tepër raste se në 3 mujorin e vitit të kaluar, 125
46% më tepër persona të arrestuar, 46% persona të cilët ju takojnë nacionaliteteve të tjera dhe janë persona të cilët me në shtetësi të huaj, 7% më tepër operacione, 19% më tepër plane operative dhe 7% grupe kriminale të shkatëruara më tepër se vitin e kaluar. Kemi konfiskuar 124% më tepër marihuanë se në 3 mujorin e vitit 2016, paro 295 dhe automjete 55%. I kujdes të shtuar, i kemi kushtuar edhe aseteve, konfiskimit të aseteve, për këtë arsye, do më thënë, janë të përmendura se të cekura edhe parat, një sasime të madhe dhe po ashtu edhe automjetet e sekuestruara. Natyrisht se puna në hetimin kundër krimit të organizuar, përveç që kërkon angazhim të shtuar, të them angazhim maksimal, kërkon edhe një bashkëpunim shumë të mirë. Në këtë rast, e shfrytëzoj rastin të falenderoj të gjithë qytetarët e Republikës së Kosovës për bashkëpunimin dhe në saj të bashkëpunimit të tyre ka rezultu edhe rasti i 28 marsit me konfiskimin e 62 kg e 465 gram marihuanë, por edhe rastet të tjera edhe disa raste që kemi pasur më herë. Po ashtu, vlen të theksohet se në të kaluarën, në vitin 2016 dhe në këtë vit, kemi pasur disa raste të cilat kemi zhvilluar hetime paralele, si me vendet të rajonit, ashtu edhe me vendet të tjera të Bashkimit Evropian, dhe kanë rezultu me sukses. Drejtoria për hetimin e trafikimit me narkotik është pjesë e 3 si anëtare rregullt në 3 projekte ndërkombëtare. Projektet të cilat u përmenden deri më tash, të gjitha financohen nga Bashkimi Evropian dhe po ashtu është një përkrahje e shtuar nga ana e tyre. Besoj që të vjerë ka dhënë informacione relevante, për një pyetje që mund të drejtori është prezent dhe ju mund të drejtori nga në gjumërinë, nga vetëm një lukë të prezentojnë. Ka dikur dhe një pyetje shtes? Në rregull, atëherë po përfundojmë edhe të pandemit të pjesëmarrjes edhe një herë kalon mirë. Personat të arrestuar, kush janë? Personat të arrestuar. Në komunikat, a kemi përmendur kush janë personat që janë arrestuar? Po japim filmisht. Po, në operacionin e koduar Bari është arrestuar personi me inicialet AS e lindur në vitin 1969. Në operacionin e koduar Rikthimi është arrestuar personi me inicialet IO i lindur në vitin 1977 dhe personi me inicialet MR i lindur në vitin 1963. Ajo është shtetas të Kosovës? Po, të gjithë tre janë shtetas të Kosovës. A ka dikush tjetër në një pyetje që mund ta përshën? Nëse ju atëherë të deklarojmë të mbyllur këtë konferencë dhe ju urojmë ditë